Lajmet e rreme dhe ato të vërteta janë bërë gjithmonë një gjë që diskutohet jashtëzakonisht shumë, sidomos tani para fushatës zgjedhore, sepse njeriu nuk e din se cili është lajmi i rrem, cili është i vërtetë, si duhet të verifikohet një lajm, se çfarë duhet të bëhet dhe si të veprohet me gjitha këto lajmet e rreme. Ne kemi në link të drejt për drejt kolegen ton Abiben, e cila është edhe me zotrisen Salin, me të cilin të flasim pikërisht për këtë temë kaq të delikate tani në këtë sezon, në këtë fazë që jemi para zgjedhore dhe normalisht çdo lajm që lexojmë ndoshta ndonjëherë na duket një gjë shumë e vërtetë, po që në fund të fundit mund të dalë edhe një lajm i re. Shkojmë, lidhemi me Abiben. Abibe, ajo është në link të drejt për drejt tani për momentin edhe me zotrisen Salin. Abibe, studio po të dëgjon? Jemi vetëm pak kohë para nisjes së fushatës zgjedhore dhe siç ndodh shpesh në këtë periudhë, hapësirat mediatike dhe rrjetet sociale mbushen me lajme të dyshimta, informacione të pasakta dhe shpesh me dezinformata të rrejshme. Këto ndikojnë jo vetëm në perceptimin e qytetarëve, por edhe në besimin e proceseve zgjedhore dhe institucioneve. Për të kuptuar më mirë se sa rreziqe është ky fenomen, dhe se si mund të dallojnë qytetarët informacionet e sakta nga ato të rreme, pranë meje është gazetari Sen Sali, i cili do të ndajë me ne mendimet e tij mbi këtë çështje. Zotri Saliu, faleminderit që jeni me ne në këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit juve. Pse gjatë fushatave zgjedhore dëgjojmë më shumë lajme të rreme? Po kjo është një traditë që ekziston në shumë vende, por është edhe theksuar në vendin tonë të Maqedoninë e Veriut. Kjo është pasojë e asaj tradite negative që është krijuar. Po shohim që veç më ka filluar të përsëritet edhe tani, sikur më herët. Pse bëhet kjo? Bëhet me qëllim që, domethënë, partitë politike tash nuk zgjedhin mjetet se si të arrijnë qëllimin e tyre që e kanë projektuar, si të arrijnë deri te suksesi në zgjedhje, dihet se cili është interesi që realizojnë subjektet pasi të fitojnë zgjedhjet, prandaj edhe me qëllim të arritjes sa më të lehtë të rezultatit dëshiruar, ato kuptohet përmes mediumeve të afërta, përmes portaleve, përmes televizioneve dhe gjitha mediave që ekzistojnë, shfrytëzojnë mundësinë dhe hapësirën që sa më tepër të afirmojnë vetveten dhe të denigrojnë figurën e partisë kundërshtare ose politikanit kundërshtar. E the edhe në fillim, tash jemi në prag të fushata zyrtare ende s'ka filluar, mirë po intensiteti i asaj fushatës parazyrtare të quajmë, dita ditës shtohet, me këtë shtohen edhe tentimet për të manipuluar opinionin dhe për të ndikuar sa më tepër tek opinioni në favor të vetën dhe në disfavor të kundërshtarit. Po, cilat mundet të lajmeve të rreme qarkullojnë më shpesh gjatë fushatave zgjedhore dhe përhapen si tashetemi mes aktivistëve kundërshtar, statuse në rrjetet sociale apo si lajme në portale? Po thash, domethënë, përdoren gjitha metodat e mundshme që janë disponim. Përdoren portale, përdoren tash të quajtur influencer, përdoren edhe mediumet klasike që rezultatet që i ka arritur një subjekt në fjalë ti glorifikoj, ti stërzmadhoj, ti paraqes në një dritë që ndoshta nuk është real, në shumë raste nuk është real, por është e sforcuar dhe me këtë të mobilizohen qytetarët, të përfitojnë simpatitë e tyre dhe
pastaj gjithë kjo të ndikojë në ditën e zgjedhjeve, në kutitë zgjedhore në favorin e partive në fjalë. Unë mendoj se subjektet politike, por edhe përkrasit e tyre duhet të kenë shumë kujdes, sepse opinioni tashmë është edukuar në masë të madhe, opinioni i din se, din t'i dalloj pak a shumë se cilat lajme janë të rreme, cilat janë të vërteta, dhe shpesh herë ai tentimi për manipulim të opinionit me dezinformata, me lajme të rrejshme, jep kundër efekt dhe jep në vend se të sjell ndonjë dobi për ato që i liferojnë, sjell vetëm dëm dhe kjo mund të reflektohet negativisht edhe në rezultatin zgjedhor. Po, kush ka më shumë interes të përkat dezinformata? Partitë politike, individ të caktuar, apo mediat online të pakontrolluara? Po, mendoj se të gjithë nga pak, partitë politike, kur bëhet fjalë për procese zgjedhore, kuptohet se i prin këtij procesi negativ, do ta quaj. Ato dëshirojnë me çdo kusht që të krijojnë përshtypje sa më pozitive për vetveten tek opinioni, dhe në këtë rast edhe nuk zgjedhin mjete se si të arrijnë. Në këtë rast përdorin informata, përdorin dezinformata, përdorin të gjitha llojet e metodave manipuluese që të paraqiten në një pasqyrë sa më të mirë para opinionit, shpesh herë pasqyrë të shtrembruar, që nuk përputhet me realitetin, që nuk përputhet me punën që kanë bërë, me rezultatet që kanë arritur. Kemi këtu, kuptohet, në masë të madhe dhe premtimet e rrejshme para zgjedhore, të cilat sa po kalojnë zgjedhjet harrohen dhe vazhdohet ashtu siç ka qenë më herët. Pastaj kemi edhe individ që dikush për shkak të simpatisë ndaj një politikan, ndaj një subjekti, dikush për shkak shumica për shkak të interesit ose shpresave se do të kenë ndonjë interes nga një subjekt në fjalë, në mënyrë militante kyçen në fushat, promovojnë, afirmojnë qëndrimet e ndonjë subjekti pa bë dallimin e nevojshëm, se nëse atë promovim e bëjnë duke përhapur lajme të vërteta ose lajme të rrejshme. Nuk zgjidhen metodat, se si brenda ati 20 ditëshit zyrtar para zgjedhor, por edhe para ati 20 ditëshit të fushatës para zgjedhore, që zëri i subjektit dhe i politikanit që simpatizohet, që përkrahet, të përhapet sa më shumë. Këto kuptohet, për fat keq, ende kemi media, cilat po ashtu në mënyrë pak të pa kontrolluar kyçen, vendosen, mund të them, më vjen keq që e përdor këtë shprehje, po vendosen në shërbim të ndonjë subjekti politik ose politikani, pa mbajtur shumë llogari për kriteret gazetareske, për kriteret bazë gazetareske, sepse për ndonjë kriter shumë të lartë dhe nuk mund të flasim, dhe krejt kjo pastaj ndikon në një krijimin e një atmosfere jo të shëndosh para zgjedhore, që herë kalon edhe në tension para zgjedhor, i cili pastaj e dim se në çfarë mënyra manifestohet dhe cilat pasoja i sjell. A
e dobësojnë dezinformatat në mediat online në besimin e qytetarëve në mediat tradicionale? Po, shif, mediat online shihen, është krijuar imazhi për ta si media që përhapin dezinformata për shkak se janë më të shumta, funksionojnë në një sferë pak a shumë të pakontrolluar mediatike, edhe pse kohën e fundit domethënë është bërë një avancim i madh edhe gazetarët, por edhe qytetarët duhet ta kenë të qartë se edhe mediat online, edhe rrjetet sociale, domethënë janë të kontrolluara me ligj dhe nuk mundet aty të thuhet dhe të shprehet gjithçka, sepse për gjëra që shkelin ligjin pastaj mbahet edhe përgjegjësi. Po mediat online ndoshta për shkak të numrit të madh dhe për shkak të lehtësisë në cilën funksionojnë, ndoshta aty gjejmë më shpesh lajme të pakonfirmuara, ja të quajmë edhe dezinformata, por është për të ardhur keq që nga kjo dukuri nuk janë të kursyer as mediat klasike, as televizioni, as gazeta, as radio, dhe me afrimin e ditës së zgjedhjeve, domethënë shumë herë sakrifikohet e vërteta, sakrifikohen kriteret, standardet, etika gazetareske në funksion të asaj që e përsërita disa herë, domethënë të arritjes së një rezultati sa më të mirë të subjektit ose politikanit që mbështetet. Po, a mund të mashtrohen lehtë qytetarët nga këto lajme dhe të ndikojë kjo tek votat e tij? Mendoj se më herët ka qenë më lehtë të mashtrohen, të manipulohet opinioni, brenda kohës është punuar mjaft, është bën mjaft në edukimin e opinionit në përgjithësi për të dalluar lajmin e rrënjshëm nga lajmi i vërtet, për t'i besuar lajmit të vërtet dhe për të ikur nga lajmi i rrënjshëm. Ajo asnjëherë nuk mund përjashtohet, domethënë edhe tek ne edhe jemi dëshmitar se edhe në vende shumë më të zhvilluara, me shumë traditë më të gjatë gazetareske dhe demokratike, se tek ne kjo dukuri është ende prezente në strukturat caktuara të shoqërisë, mirë po ajo dita ditës marginalizohet. Prandaj unë jam optimist dhe do të kisha bërë një lloj sugjerimi, një lloj apeli edhe tek mediat që mbështesin ndonjë politikan, edhe tek vetë subjektet politike dhe politikanët që mos përdorin dezinformatën si mjet për të arritur qëllimin, sepse kjo mundet, po jam i sigurt se do t'jep atë efekti negativ, do t'u kthehet si bumerang negativ, dhe në vend që përfitojnë diçka prej lajmit të rrënjshëm, ashtu siç e kanë konceptuar, vetëm se do të humbin dhe këtë do ta vërejnë në ditën e zgjedhjeve. Po, si mund ta kuptojmë nëse një lajm është e premtë ndaj saktë? Po, shifni, gazetaria në Maqedoninë si shtet i pavarur, si shtet, domethënë, i dalur nga një sistem monist dhe i transferuar në demokraci, ende jo të konsoliduar sa duhet të jetë, mendoj se ka kaluar një periudhë e mjaftueshme e zhvillimit të mediave të pavarura, e zhvillimit të mediave të lira, dhe me këtë edhe qytetarët domethënë kanë pasur kohë të mjaftueshme në një ambient demokratik të zhvillojnë vetdijen e tyre, të krijojnë domethënë
bindjen, përshtypjen e nevojshme se cili është lajmi i rrejshëm, cili është lajmi i vërtet, se cilat mediume kanë tendencë për të postuar, për të plasuar lajme të rrejshme dhe cilat mediume kanë tendencë për të respektuar sa më tepër etikën gazetareske, kriteret, standardet gazetareske, po me këtë edhe vetë ligjin, sepse e dim se edhe sfera mediatike edhe mediume do me thënë janë një sferë kontrolluar me ligj. Po, a mendoni se institucionet po bojnë në fakt të mundën për të përbalur me këtë bukurie? Po aty ka ende për të dëshiruar, gjithmonë mund bëhet më tepër, po ne jemi të vetëdijshëm se tash po afrohet një proces zgjedhor lokal. Zgjedhjet lokale në esencë janë një proces shumë i ndërlikuar, shumë i komplikuar se zgjedhjet parlamentare ose presidenciale. Kemi të kyçur shumë edhe subjekte politike, po shumë më tepër kandidatë, domethënë, sepse nuk kemi vetëm kandidatët për kryetar komune, kemi edhe listat me kandidatë për të këshilltarëve dhe një farë mënyre kemi një masë shumë më të gjerë të kyçur në mënyrë direkte në proces zgjedhor, gjë që e vështirëson përgjithësi atë edhe punën e institucioneve për të mbajtur, të them kështu, këtë sferën mediatike, domethënë në korniza të ligjit dhe në korniza të kompetencave që i kanë. Po çfarë roli luajnë gazetarët profesionistë në filtrimin e informacionit gjatë zgjedhjeve? Shif, gazetaria mendoj se është përveç profesion është edhe mision. Domethënë kam fjalën për gazetarët e vërtet, për ata gazetarë që me të vërtet këtë profesion e shohin si mision. Ne jemi, domethënë, të vërshuar vitet e fundit me kritika ndaj gazetarëve, me kritika ndaj mediave, por harrojmë dhe ndoshta nuk e theksojmë sa duhet edhe rolin e gazetarëve profesionistë, që për fat të mirë kemi në numër të mjaftueshëm, dhe janë ata që mbi supet e tyre duke refuzuar, duke sakrifikuar ndoshta ndonjë përfitim material u përmbahen standardeve gazetareske dhe me këtë krijojnë një ambient më normal informativ për opinionin. A ka nevojë më shumë transparencë dhe verifikim gjatë lajmeve në kohën zgjedhore? Gjithsesi transparenca dhe verifikimi në punën e gazetarëve dhe verifikimi i fakteve gjatë punës së gazetarëve dhe gjatë funksionimit të mediave është i nevojshëm gjithmonë. Mirë, po kur kemi procese të këtilla të ndjeshme, mund të them, siç janë zgjedhjet, procese që tek ne ende përcjellen herë më shumë, herë më pak me parregullsi të ndryshme, domethënë atëherë nevoja për verifikim dhe transparencë është edhe më e madhe. Mundësitë ndoshta janë më të vogla, mirë, po duhet bërë maksimumi që të arrihet qëllimi për transparencë më të madhe, për verifikim të informacionit para se të arrijë tek opinioni, sepse nëse kjo nuk bëhet, domethënë atëherë krijohet një ambient i cili nuk është i shëndosh dhe i cili nuk i ka hije një vendi që është në Evropë dhe që është kandidat për anëtarësi në Bashkimin Evropian. A mendoni se edukimi mediatik në shkolla do të ndihmonte qytetarët të mbrohen nga lajmet e rreme?
Po mendoj se po, gjithsesi ati nuk ka dilemë. Kjo edukimi mediatik në shkolla është bë, mendoj se ende vazhdon. Kemi raste të ndryshme në kuadër të projekteve të ndryshme ku bëhet edukim mediatik. Mendoj se është shumë e rëndësi që nxënësit në rinin e tyre të hershme, sa është e mundur më të hershme të edukohen për lajmin e vërtet dhe të kuptojnë, të dallojnë se cili lajm ka për qëllim të tregoj realitetin e cili lajm ka për qëllim të shtrembroj atë dhe të manipuloje opinionin. Me përparimin e inteligjencës artificiale, a mendoni se do të kemi përballje edhe më të vështira me dezinformatat në të ardhmen? Mendoj se po, dhe me thonë tashmë jemi dëshmitar se zhvillimi i rrjeteve sociale solli sfida të reja për gazetarin, solli sfida të reja që vendosën në teste serioze këtë profesion, sollën për fat keq edhe mundësi të shumta, mundësi të reja për të dezinformuar opinionin dhe tash kur inteligjenca artificiale po zhvillohet dita ditës më shumë, unë kam përshtypje se gjendemi në të njëjtën situatë në të cilën ishim me paraqitjen e rrjeteve sociale, kur sfidat dhe testet për gazetarinë e mirëfillt u shtuan, u shumë fishuan, disa rritën t'ja dalin të ruajnë, të them, fytyrën e profesionit të pastër, kurse disa me dashje apo pa dashje edhe dështuan. Inteligjenca artificiale në fakt është një fushë e cila zhvillohet vazhdueshëm me një shpejtësi shumë të madhe, edhe me të vërtet është vështirë të bëhet, domethënë edhe ekspert më të njohur ndërkombëtar e kanë vështirë ta definojnë sakt se cili do të jetë efekti prej saj, por duhet ta kemi parasysh se çdo arritje, domethënë, është si ajo medalja që i ka dy anët e saj, është ana pozitive, ana negative. Nuk sjell vetëm mundësi për të ketë ndikim negativ ndaj gazetarisë, domethënë, por njëkohësisht sjell edhe mundësi shumëta për ndikim pozitiv, varet se kush si përcaktohet cilat mundësi të shfrytëzon. Zotri Sali, faleminderit për kohën që ndat dhe mendimet e dhëna mbi këtë çështje. Faleminderit edhe ju. Dezinformatat në prag të fushatave zgjedhore mbeten një çështje shumë e rëndësishme jo vetëm për gazetarët profesional, por edhe për qytetarët të cilët kërkojnë besueshmëri në lajmet gjatë fushatave zgjedhore. Studio, kjo ishte gjithçka që kisha përgatitur për ju sot. Po, Habibe, të faleminderit shumë, ishin informacione shumë të sakta, shumë të cilat normalisht duhet edhe ti dëgjojmë dhe ti kemi parasysh, sidomos në këtë situatë që jemi në këtë fazë parazgjedhore, sepse normalisht nuk duhet të bim pre e lajmeve të rejme, duhet të jemi sa më të vetëdijshëm dhe të kemi konsiderat se cili lajm mund të jetë i rejme dhe cili i vërtet.